Dita gjithëve edhe njerë. Besoj tashme dini që këtë takim që uftuan nga Zoti Kurti ndoshta për të aktruar për mbushjen e një obligimi që edhe aktgjykimi i fundit gjykatës kushtetuese e jep atij për konsultime në mirëbesim dhe për përgjegjësinë e detyrimin për të gjetur konsenzus apo kompromis, rezultoi i pasuksesshëm sepse përkundër faktit që situata më nuk është e njëjtë pas aktgjykimit, Zoti Kurti është i njëjtë, edhe qëndrimet e tij mbeten të njëjta. Dhe mentaliteti imponues e kryenësia politike vazhdon të si duket jetë për të më prioritare e më e rëndësishme se sa gjetja e zgjidhjes dhe përfundimi i blokadës në cilën është duke mbajt vendin që sa ku. Unë sot s'do të bëj interpretimet gjykatës kushtetuese të aktgjykimit saj më saktë para jush, sepse mendoj që më mirë se faton fetohet për parim gruda, as unë as një tjetër s'munden me bëhet interpretim, dhe ju falenderoj atyre që keni qenë sot në konferencën e gjatë ku në mënyrë besoj shumë qartë për secilin e kanë qartësuar një gjë, që nuk mundet me u votu në mënyrë të msheft, sepse kjo nënkupton ndryshim të randi ditës. E ndryshimi i randi ditës edhe me këtë aktgjykim është shkelje kushtetutës, për me e thjeshtu. Ata që kanë pritë që gjykata kushtetuese në dispozitiv të aktgjykimit thotë është shkelje kushtetutës, besoj që s'kan lexuar aktgjykimet të tjera të gjykatës kushtetuese, sepse ata besoj që i thonë gjanat për këtë që dëshiron me i kuptu. Por për mua është vërtet shqetësues fakti që Zoti Kurti me aq sa e poshtë nga ky takim kishte një interpretim çuditshëm të aktgjykimit. Dhe sipas atij interpretimi, ai mendonte që s'ka asnjë problem as me propozimin arbitrar të kryesuesit të seancës për komisionin që kërkon votimin e msheft, e as me mënyrën si është marrë seanca, kur në dispozitiv pika e parë gjetja në fakt e parë thot që seanca nuk është zhvilluar në pajtim me kushtetutën. Nuk di çka duhet më thonë tjetër këtyre njerëzve. Por duket se vazhdojnë me jetu në realitet alternativ, në imagjinatën të cilën ata dëshirojnë me konë e vërteta, e që e vërteta nuk është ashtu, sepse e vërteta është kjo. Kaq shumë ujë, mas marrjes zgjedhjeve e mas fillimit të seancës konstituive, ne jemi në blokadë politike të imponuar pej lëvizjes vetëvenduese dhe pej Albin Kurtit. Përkundër që Partia Demokratike e Kosovës, gjatë gjithë kësaj kohe, është sjellë me përgjegjësi të lartë, me konstruktivitet, duke i dhënë prioritet absolut gjetjes së një zgjidhjeve, duke qenë në secilin takim e çdo iniciativë të mundshme deri tash, e duke i pasur dhe vetë disa prej tyre si iniciativa tona, dhe duke shkuar edhe përtej asaj që ky aktgjykim i fundit e kërkon, pra përgjegjësi e konstruktivitet, megjithatë duket se ne s'do të arrijmë vetë me bind Zotin Kurti që me u tërheq për blokadët që na ka imponu. Ne i kërkuam shumë qartë dhe besoj shumë drejt në kuptimin edhe të pajtimit me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese që nesër mos të vazhdojnë me arbitraritetin e deri tashëm në 20 e sa seancat e fundit, me kërkesën për komisionin i cili është edhe jo kushtetues tashmë, por që ta kthejnë pikën ku ka qenë votimi i hapur për kandidatën. O çështje tyne e ndrojnë, ata e din ofertën që a kemi dhënë prej fillimit. Këndo pej atyne që s'kan qenë ministra apo ministre të qeverisë Kurti, me dhe mund ta votojmë, por është çështje tyre a dëshirojnë me vendosën votim dikën tjetër apo zonën Haxhiu. Duket që kjo nuk do të ndodhë, por një gjë mund t'ua them sot. Nesër nuk është njëjtë sikur para 3-4 ditësh. Nesër deputet që e çojnë dorën për atë komision bojnë shkelje kushtetuese me vedije dhe do t'i mbajnë përgjegjës secilin veç e veç, pavarësisht cilës parti i takojnë. Sepse Kosova nuk mundet me pas shkelës kushtetutës që i përfaqësojnë në instancat më të larta tyre. Nesër tendenca me votu komisionin që është antikushtetues,
është shkelje me vedi e Kushtetutës Republikës Kosovës. Dhe unë shpresoj që nuk e bojnë një gjatë tillë. Sepse një gjë e tillë, besoj që na fut në ujëra turbullta, për cilat s'kemi sot përgjigje. Sepse shkelja e Kushtetutës me këtë arbitraritet dhe mënyrë të vetëdijshme nuk e bën nder, për me thonë mazbuti, Republikës Kosovës as qytetarëve të vendit tonë,